Rruga Kukës Peshkopi është drejt përfundimit të saj duke zgjidhur një nga problemet më të mprehta të 4 komunave të Kukësit dhe 3 komunave të rrethit të Dibrës. Segmenti i fundit i këtij aksi aeroport Domaj, prej 12 km, e cila është një nga akset më të populluara të rrethit të Kukësit që përfshin 7 fshatrat e komunës Bicaj, ka filluar të asfaltohet. Ndërtimi i kësaj rruge zgjidh jo vetëm problemin e transportit dhe komunikimit të banorëve të zonës, por i hap rrugë thithjes së investimeve dhe shpalosjes së vlerave e resurseve turistike të parqeve kombëtare të zonës verilindore. Kjo është pjesë e segmentit të rrugës Kukës Peshkopi. Nëpërmjet kësaj rruge të gjithë fshatrat e komunës tonë dhe qyteti do lidhen me pjesë turistike të zonës tonë. Dhe në bazë të prioritetit që kemi caktuar në Këshillin e Qarkut, rruga pas mbarimit të kësaj do vazhdojë rruga Kolosian Teje, që është prioritet kryesor, sepse kjo pjesë është një zonë që ka mjaft resurse turistike dhe të pashfrytzueshme deri tani për komunën tonë. Punimet në këtë segment kanë nisur në muajin prill dhe do të përfundojnë në një afat 18 mujor. Investimet janë pjesë e fondeve të siguruara nga qeveria shqiptare dhe Banka Europiane e Investimeve, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një vlerë prej 3 miliard lek. Rruga Aeroport Domaj, që është një rrugë rreth 10.15 kilometra, ka një impakt mjaft të madh për komunën tonë. Është një rrugë që kalon në të gjithë fshatrat e komunës tonë. Është lidh kontrata me firmën fituese e cila po vazhdon punimet që në prill të këtij viti dhe po vazhdojnë punimet dhe do jetë me ndryqim në fshatrat kryesore të komunës tonë, si në Nan, në Bicaj, në Osmanaj dhe në Kolosian. Fondi i saj është 3 miliard lek. Rruga më përpara ka qenë tërësisht amortizuar e pa asfaltuar edhe pse në statusin e rrugëve nacionale dhe mjaft problematike, veçanërisht për periudhën e reshjeve të vjeshtës e të dimrit.